për energji, edhe aty do të shtrohet edhe mundësia e shkarkimit të në gjithësëse. Se është e gjithë kjo mungesë të transparencës kur vjen puna tek çështja e rritjes së çmimit të faturave të energjisë elektrike? Është parë e madhe. Është 259 milion euro në vetë, vetëm import. Po s'ka shkon të ndera në kek, po s'ka shkon në keqpërdorime tjera të mundshme në energji elektrike, për shembull në investimet që bëhen. Për ata është parë e madhe, është vend i varfën, edhe është, si me thonë, keqpërdorimi i fondeve, nuk kena na turizëm. Nuk kena, si për shembull Turqia ka turizëm medicinal, ose pasuni tjera. Na e kena trepçën, kekun, rrymën, po mendoj thëngjillin, edhe çto dyja, edhe i keqpërdorëm trepçën e kena minus. Kekun veç mi krahasu fotografit, qysh sa kushtet këqija punojnë, kur qerek miliardi i kanë depozita. Pra, 2 pasuni i kena edhe 2 po keqpërdorën. Është parë e madhe, është vetmja pasuni që e kemi. Është keqpërdorimi i qëllimshëm? Po, sigurisht. Dhe ka lidhje politike, thoni ju? Po, patjetër se është në dorën e qeverisë. Dhe në anën tjetër ne për